Salian, ka mendime të ndryshme. Unë për shembull mendoj që kolegët kështu mendojnë këta, nuk e heqim dot. Për mua relativizojnë problemin. Për mua, po ti ke mendimin tënd, unë timin... Se unë kisha mendimin që e ka bërë shumë mirë. Zoti Tela, për shumë që ka folë më së shumë, ti për mua e relativizojnë. Unë kisha vetë një vrejtje, nuk po punë e ti këshu mendon këmo. Tani, në përgjithësi. Me qenë se po flasim, apo një pyetje të fundit. Të konkludojmë tani. Këtu e më pasojat e vitit 2021. Pse është një gjendje e mjerueshme Partisë Demokratike. Nesër do shkojnë në zgjedhje. Ktu përgjigjet. Të gjitha këto bën zero, shtot Saliani, shtot Saliu, kandidon më vete, shpall veten e vetë kandidat alternativ për ballet gjitha. Këto nesër bën zero dhe kalon në zgjedhje. Shbën Sali Berisha në zgjedhje, këtu është problemi. E para, të gjitha këto janë pasojat e vitit 2021, ku projektoj shkatrimin një lideri ose vdekja një lideri dhe lindja një gjeneratë të tre, ku njëri prej atyre liderve pretenduzve ke qenë edhe ti. E para mbi ka pas problem me kriteret që keni ndërtu kunder Edi Ramës edhe që ka ndodhë me zgjedhjet e vitit 2021. I keni qujtë vjedhje, klasike dhe pastaj rrugës të një janë humë zgjedhjet e 2021. Në narracion nuk keni koherencë. Jo veç ti, shumica e njerëzve të cilët e keni shkatru Lulbashën në vitin 2021, që i ka pas mas shumë t'i vota nga gjithë demokratët deri atërshëm. E keni shkatru, vetëm urna? Mos të bëj për qeshur. Qa votash ka pas? Tani, këtë që i kërkoj Sali Berisha, sot ja kam kërkuar të vjetë. Po të kishte i ka i në 2021-shin, po të kishte i kur në 2021-shin, kyzotria. Prit. Të lutëm. Jo, Po të kishte i kur, se nuk të gjoj. Po të kishte i kur në 2021-shin, Guzim Basha, dhe të kishte ndjekur standardin demokratik, që ka gjithë Evropa perëndimore, nuk do ishim në këtë gjendje. Po ti pari ke thonë zgjedhjet janë të vjedhura. Ne aty e kemi probleme. Ta them prapun që zgjedhjet janë vjedhur, po dhe që të vjedhen zgjedhjet jep Dorëçen. Se çfarë do thotë kjo? Nëse zgjedhjet janë të vjedhura, si mund t'i dikush që kanë vjedhur zgjedhjet? Jep Dorëçen se nuk i ruajtë zotri, nuk e jaftë. Pse ti çfarë? Dhe unë prapë them që zgjedhjet do vjedhen, po fitohen duke te kaluar numrin e votave që vjet ai tjetri. Po pse ti s'ka Dorëçi? Po ka fituar, ku t'jap Dorëçe? Jam i vetëmi që zdërtus politik kam fitu 2023-in, jam i vetëmi zonë elektorale 2021-in që kam fitu ku kam qenë, nga t'jap Dorëçen unë. Dhe që ta dish zotri nderuar, i vetëmi njeri në Partinë Demokratike, kam dhënë Dorëçe si sekretari grupit parlamentar, kur Lulzim Basha ka lënë mandatet dhe ka zgjedh kryesi, dhe kam thënë nuk jam dakord me këtë kryesi dhe kam dhënë Dorëçen. Jam i vetëmi që kam dhënë Dorëçen unë. Qa pret, duhet i ndjekë zhvillimet aty të thuash? Të gjithë kanë mbajtur funksione, unë kam dhënë Dorëçe. Kam dhënë Dorëçe zotri, prapë pas 6 marsit 2022, kur ka zgjedhjet ky zotria për balë Berishës, se me Ramën po kam thënë, i takon Sali Berishës se ka marrë më shumë vota, unë trishem nga kjo punë dhe shkoj të shumica. Ma thua një tjetër që ka bërë të Partinë Demokratike. Ti në vitin 2022, kur janë majë zgjedhjet, ti e bo me Sali Berishën. E nuk e bo me Edi Ramën. Sepse ka qenë shumica atje. Cila shumicë? Shumica e votuzve brenda Partisë Demokratike ishte te Sali Berisha. Të njëjtën gjë po kërkoj dhe sot. Hajde matemi me vot dhe nëse shumica mendon që Sali Berisha na sjell pushtet, zotri nderuar nuk më shikon më mua që të dalë dhe ta kritikoj. Le ta vazhdoj aty, po kërkoj votën atë që kam shkuar në 2022-shin. Atë që kam besuar demokratët. E kemi projektuar Berishën 2022 ja ku e kemi. Fati Ramës kjo. Që do kemi përfaqësim. Po jo, zotri, se nuk votuan demokratët që t'ishte ekipi 2013-ës. Kush që vodhi zgjedhjet e Partisë Demokratike në vitin 2013? Zoti Baton, zoti Saliani. I vetëmi ndryshim që ti me tre ta shtuquarit kandidatësh, fakti që ti nuk e çon në gjykat, sepse e di shumë mirë që nuk ka çështje për të çuar në gjykat. Nuk ka çështje për të çuar në gjykat. Që nuk ka çështje për çuar në gjykat. Nuk merret gjykata të gjykoj se çfarë do të brenda një partie. O zotri, me qenë se dhe e spinuat edhe këta, brenda javës do më kenë gjykat. Brenda javës më kenë gjykat. Por nuk ka çështje, me qenë se e ka thënë Sali Berisha dhe këta, brenda javës do t'jem me padi në gjykat për pezullimin e Sali Berishës dhe pastaj, kur të vijë herën tjetër, mos më thuaj që e çove te regjimi.
Nuk ka çështje për gjykat, po të them. Po të them këtë gjë. Me gjithë diskutimin e masë tani, po duket sikur fajtorës Saliani, jo, të lutem. Tela, të lutem. Po duket sikur Saliani ka të gjitha problemat tani. Për momentin. Shiko. Që se thashun këtë frazë, Tela, Salian, të lutem, të ndryni një moment. Jo, se duket tani sikur, ju lutem. E ke në nuk gjykat ka brenda çështje për gjykat, po them, po ti shko, argjoj energji ka. Se duket sikur po bëjmë një luftë me Salianin. Që shërben Edi Ramos, këtë jam duke të thënë. Mos është luftë, kjo është debat tani që... Po jo, po debati ishte këtu tani. E hapëm këtu që Sali Berisha ka vendosur së fundi që edhe fasadën që mbanin si parti, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, edhe fasadën, me regula, me statut, ku të paktën lejohen kandidatë të garojnë, ka shembur dhe fasadën. E ka marrë e ka fut në gropë. Dhe thot do konkurroj me veten time. Qa do me thënë kjo tani? Këtë po pyesim pra. Dhe është një problem shumë i madhë. 35 vjetë pas pluralizmi. Fare, kjo i bënë të në gjimë. Ore, 35 vjetë... Sigur tu plasi demokracia këtu dhe sa një... Ramas më fare zjedhje. Ore, kjo është opozita, ola. Kanë qënë 2009. Partia Socialiste është më keq, mo. është një njeri vetë. Ore, Partia Socialiste është më keq, po është në pushtet. është në pushtet. Dhe nuk e ndjen tani, nuk e ndjen. Dësi duhet më shumë. Nuk e ndjen, po dësi duhet vërtet. Këtë po diskutojmë. Po ne e dim qa është përseje. Po këtu ka një problem madh. Tani ai ka përjashtuar dhe fasadën, edhe fasadën nuk e mban me. I këto do konkurroj me veten. Qëroni thotë se do konkurroj me veten. Çfarë do të thonë kjo tani? Që është gabim përjashtimi i Salianit nga gara në PD, është gabim që nuk e diskuton njeri. Ne po diskutojmë mënyrën se si përqaset Saliani. Po nuk është thjesht gabim, kjo është rrëzimi gjithçka ja burr. Akt i qëllimshëm për të uzurpuar partinë, domethënë, për të postejuar mendime ndryshe. Sepse nuk është thjesht që gabimet ja falim Berishës në atë ditë. Po të them është gabim përjashtimi i Salianit, por nëse dhe ti mendon që Saliani përballë Berishës në PD në një garë fiton, pastaj edhe do rotacion tot ai, nesër thot duhet rotacion. Po jepi tjetër. Do të Saliani se bën dot fare këtë rotacion më burr. Nuk e bën dot fare, po ti duhet të hapësh, ore duhet të hapësh partinë, duhet të hapësh garën. O zoti Rakibi, ka mund të bëjë ndryrje më burr. Ore me shëndetin si do jem unë javën tjetër, ta pyes Andi Telën, se parashiko ka gjithë. Çfarë do bësh? Me shëndetin se me romantizmin, si do jem javën tjetër, e pyes zotin Telën. Mirë ka jemë, ne nuk e ke këto 35 vite. Ha? Siç ke qenë këto 35 vite. Do jem mirë, do jem shumë mirë. Ke qenë këto 35 vite. Po, do më thënë do jem mirë, se i parashikon. Tani kam një pyetje, me qenë se në publik të thuash kështu gjërash, është dakord, se ai tjetër ju thot, por cili është problemi këtu i kësaj lëvizje si i sjell Shqipërisë kjo lëvizje që po bëjon? Se ju jeni përfaqësues të interesit publik. Cili është problemi që i sjell shoqërisë shqiptare kjo dhe Partisë Demokratike nëse doni ju? Ja, që merremi me... Ma thoni pak që të triqem unë. Që ta kuptoj që jam gabim. Që po i sjell një dëm shoqërisë shqiptare dhe Partisë Demokratike. Ma thoni pak, cili është dëmi që unë të reflektoj dhe të triqem. Saliani mund të kishte sjellë shumë të mirë nëse do bëhej brenda PD-s. Nuk i Po e bëj brenda PD-s, po të përjashton. Tash brenda PD-s është brenda PD-s. Në forume të hapura dhe studio televizive është jashtë PD-s. Si studio televiziv, po ku bëhet politika? Hala. Po politika në studio bëhet, ku bëhet publik, unë do bind qytetarët. Edhe Berisha e bëri fortoren jashtë PD-s dhe fitoi. Keni parë ju kur kandidoi Donald Trumpi se çai bëri partisë vet apo jo? Nuk ka asnjë gjë më edhe Keni parë ju kur kandidoi Ky Starmeri se çai bëri atij kandidatit që kishte Jeremy Corbyn apo jo? Keni parë ju që ky zotria që është kancelar sot Merci në Gjermani ka qenë fraksion brenda Merkelit kur ajo ishte në pushtet, edhe erdhi u bë shumicë mbas një farë kohe duke e pas gjithkohën kundërshtare apo jo. Po politika diskutohet publik, po nuk diskutohet kulisave. Unë ka folur kryesi i partisë dhe nuk ka pyet rosëri, kam qenë tek, prandaj kam dalë te njerëzit unë. Kam thënë ndroi këta zotrit se i ke humsa. I kam thënë promovo këta që kanë dalë më të votuarit. Leri që kandidatët për deputet t'i zgjedhi antarësia. Vendos 20% kuotë për njerëz që vinë nga shoqëria që mos konkurojnë njerëzit e partisë me njerëzit që kanë kredite shoqëri. Si ta bëj politikën unë? Ju thoni, mos fol publik, mos fol tu. E disa shajnë për tavolina apo jo? Po si njeh njëri, unë jam zëri atyre. Si bëhet politika ndryshe? Cili është dëmi? Sepse nëse nuk dalin njerëz dhe të thonë, të kenë kurajon, që të thonë që kjo shoqëri duhet ndryshuar, nuk ndryshon kurrë. Rrim më prapë me Sali Berishën.
Edhe kur vdiqen veri, këta kolegët e tuar vjen, pse s'mbështesin ka? Se janë mësuar me atë. Po nuk është më kjo shoqëri, duhet ta ndryshojmë, se unë nuk i përkas as atij presi, as asaj mendje populiste. Ky është diskutimi këtu. Patjetër, po kolegët e tuar Orvin përfaqësh publik se ti thua bëj foltore, marr disa nga demokratët e rrethve, ata mendojnë si unë. Por ti, nga gjithë personazhet themi të njohur të PD-s, ti je i vetmi, pra ti nuk ke njëri tjetër mbrapa. Që thuash, okay, ne jemi një grupim, si? Po kush ta ka thënë që jam i vetëm? Po vetëm ty të shoh. Se i përcaktoni ju personazhet, ja pra po ta them unë. Nuk del dikush tjetër. Po pritën zotri, a më pyete? Mos jep qendrim, ja ta them unë se nuk e ke ndjek. Jo, unë jam në çdo zonë me kandidatët më të votuar. Në Durrës isha me 2 më të votuarit. Në Elbasan jam me kandidatin më të votuar. Në Kukës isha me kandidatin më të votuar. Në Korçë me kandidatët më të votuar. Në çdo qark, unë kam qenë me kandidatët më të votuar. Personazh nuk është ai që bën Sali Berisha, zotri, se e fut lista se i do qefi. Personazh është ai që ka marrë votat. Në Tiranë isha me 2 më të votuarit. Personazhi që i jep publiku. Ju nuk i quani këta që marrin vota, po ju quani këta që i ka qefi Sali Berishës t'i fus në lista. Pse nuk i ftoni ju në studio ata, po ftoni njerëz që janë pa votuar. Ma thua dot këtë? Po them personazhet që janë më të votuarit nuk përfillen. Ata që japin mendim nuk përfillen. Kush ka kritik nuk përfillet. Kush kërkon demokraci nuk përfillet. Po mirë, ma hajde rrim me Saliun këte, Ramën këte, dalim diskutojmë, bëjmë sikur, edhe rregull jemi ne. Tani, si ka mundësi, zotri, të ndërruar, se kam një pyetje tjetër, që nuk të bëm përshtypje ty, që ti kërkon Sali Berishës, për një njeri që ka bërë burg politik, si pas Sali Berishës, për një njeri që ka fituar në çdo palëzjedhe për Ballë Ramën, kur janë kërkuar nga Partia Demokratike, që nxjerr nga goja jemi të qartë për këtë paka shumë të la. Që nuk thua ti që ai po e shkatron partin, sepse ky zotëria mund të ditë edhe të thoshte, me qenë se po e thu. I ke këto takime të shqetësime ti zotëri? Hajde diskutojmë pak të dy këtu. Dhe kur ka një konflikt politik, shkojmë te vota. Ma kërkonte ky zotëria se ky po sillet si pronari, si çdo tylli. O zotëri, hajde i vendosim këto parime, hajde bëjmë një garë të ndershme. Por ai zotëri nuk do asnjë njeri që ti mendoj ndryshe, sepse do që ta mbaj partinë për të bërë pazar me Edi Ramën. Kaq, këtë e ka kuptuar të gjithë. Okej. Nuk të bëm përshtypje ty, Sali Berisha del thotë. Një ditë thot, unë e bëj prej Ballukut. Një ditë thotë e bëj prej Agasit. Një ditë prej Taulant Ballës. Një ditë prej Elit. Një ditë prej Melit. Një ditë prej Ç'është ky diskutim? Ku ka politik këtu? Dhe ja falim Sali Berishës me qenë se Sali Berisha është personazhi gogol, po ja falim gjitha, po marrim me këta, po merremi me këta çka parime. Ku ka me parim kë diskutim? Salian. Salian.